Përshëndetje juve si gazetar, përshëndetje edhe të gjithë bashkëtarëve të mi. Ky fshat është fshat punëtor. Fshat që nuk thot mja. Gjithë to kodra i stolisi me ulli, me punë, me djerës. Vjen i dit na dal ka një X na X vend për të marrë tokën e këtij fshati. Nuk na vjen mirë se po sikur tishim një fshat që nuk e meritonim edhe nuk e punonim këtë vend, në të vjetë ta merte. Kjo tokë gjyshi, kjo tokë e stolisur të vi ta marri pa djenin e fshatarëve, aq ma keq që edhe kryetarit të bashkisë kemi fshatar tonin, jemi le rrit me i vend, na vjen keq. Para 2 vitesh këtu ka rënë i zjarr, që desh digjem me gjithë zëtor unë edhe Fatmir Tafani. Zjarr fikse të rrinë rrugët edhe nuk futëshin anë në ishe zjarri. Kurse neve sakrificë me jetën. Edhe vjen kjo ditë që neve të na përzon, na veni që mos e gëzojmë të tokë. Që ne derdhëm djersën, ne rrezikojmë jetën, tjetër vjen merr tokën. Kemi ndërtuar gjitha vetë, edhe rrugën e kemi po vetë në forcën tonë. Siç e tha edhe Fatmiri, në 2014 kemi vënë dohon me Mika Korçën. Unë kam humur 18 milion lek. Ja dhe mallin edhe E mori mallin, nuk na kthyn, nuk na kanë prur lekët. Aksioner me shtet, neve nuk di ma si lloj se na shkuan to lek. Pse nuk dhaj përgjigje shteti? A është ky rregullator që i dha Mika Korçës duhonin ose e lejoj që të vitet bletet duhan këtu? Nuk digjo shteti, nuk e merr shteti i përqinje. Po boja ankesë vogël, Ose të boja ankesë të vogël këtij orë për çfarë? Ku shkoi ky lek? Ku shkoi ky mall? Me vogël, dje, ku është? Jemi shumë të prekur. Kaq.